t'ullësh në tavolinë e shet që ta marrin hapësinën burrat e na. Dhe në ullët vend kështu ti qet kom durt, ta merr komplet hapësinën. Ose është ajo që ta qesin dorën kështu ti tu ase ta qet dorën. Nëse ajo e sheh një burr të madh 2 metra, ndin kamere gjeje që i ki 2 metra kënd fitness i kish aty të ushtru. Nëse do një burr arrogant, le ti thot let ja hen, apo kupton? Nëse do një burr të butë edhe të sjellshëm, nuk do me thonë që ajo princeshë. Kur po shohim burra të butë, pythojna princesha. Kur po shohim burra të egër, valla që se s'po duhen. Arinduna edhe një temë, cilën kisha dashur të diskutoj me ty dhe menoj që na kisheni mutej për shumë këtë drejtim, është nuk tani, domethënë ti flet ashtu që ti menon, është edhe çka pjesa që masi që na të fol për gra dhe për burra në të njëjtën kohë, është edhe kjo që po thonë u bozar me gjet burr. Na u kanë burrat princesha, çështë po thonë çikat. Ku o problemi? A problemi të na, a problemi të ta, a problemi të dy partë? As të këta problemi është ajo norma krytësojna që sheshe ajo një burr. Nëse ajo e sheh një burr të madh 2 metra, ndin kamere gjeje që i ki 2 metra kënd fitness i kish aty të ushtru. Nëse do një burr arrogant, le ti thot let ja hen, apo kupton? Nëse do një burr të butë edhe të sjellshëm, nuk do me thonë që ajo princeshë edhe nuk është njeri mirë ose nuk është burr i fuqishëm, po ai po don me pas një muhabet njerëzor, edhe me kriju një takim njerëzor, me fol një muhabet njerëzor, e jo me kallzu burrni, unë se di çka është me kallzu burrni me gra. Edhe me ta marr hapësinën në tavolinë, ti kur t'ullësh në tavolinë e shet që ta marrin hapësinën burrat e na. Dhe në ullët vend kështu ti qet kom durt, ta merr komplet hapësinën, ose edhe në aeroplan më nësh me vrejt, japin kom të ki qëto, në gjithë ja u shty komën në aeroplan dhe me këqu për kem hapësinën qëto që kjo po më takon mu bre, e kom pagu qëta më ullë, ose është ajo që ta qesin dorën kështu ti tu, ase ta qet dorën, ta din ta, se nëse do një koplot qase, s'po di shumë e thonë, nuk është edhe problemi te ajo se tash na kur po shohim burrat butë, pythojna princesha, kur po shohim burrat të egër, valla që se s'po duhen, atëherë edukoni burrat. Edukoni burrat, se shumë letë është, edukoni, thuj që s'po m'pëlqen, që po m'pëlqen. Pa e dina na që na pëlqen e që s'na pëlqen. Ç'to po du me dalë? A pe dina na vetë çka i na të dashtë, a problemi, unë mendoj që problemi pak më shumë është e na femnat. Se diqysh na kena qit një standard vete, nuk po du me generalizu kështu me fol në total për gjithë të cilën, po veç që e kena kështu diqysh prej familje që na kanë tregu që burri duhet me pas shtëpi, burri duhet me pas kerr, burri duhet me pas një punë të mirë që me të marr ty edhe fëmijën e tu në momentin që ti je aty. Ti s'ke pas fuqi përpara, den se ke pas fuqinë me shku në punë. Tash nështë ta ki ti fuqinë me shku në punë, po nuk i nevoj tash më buhu, po flas prap pi perspektivës tem, s'po du me fol për gjithshme, sa din se cili menon që shdan. Ti nëse je në punë për vete, nuk i nevoj me menu që të e majt ata, ose, po nëse ti a jep një, shama ideali është nëjfar lloj depresioni, ka ra nëjfar ndjenje që i kapitalizmi u bu shumë i vështirë, edhe tu punu, po djegësh, apo të ndjegësh në kry, edhe ki problem me mendu, lodhesh, ki lodhjet madhe, edhe duhet me pushku nja 6 muj. Edhe ti jetu punu, që ka lidhje nëse e man 6 muj, derisa ta gjeni punë sukseshme, manina mujna mi do obligimet bashkaresht, mendimet bashkaresht, edhe që ajo bëhet që e tani mos ka as princesha as burra, po ka mendim edhe kuptim.